Kontrata e prishur me kompaninë bosnjake Energo Invest për ndërtimin e linjes 400 kW që Manastiri Elbasan përfundon në arbitrazh. MEPSO para 2 ditësh ka ankimuar vendimin e trupit para arbitrazh për zgjidhjen e mosmarrveshjes, i cili vendosi se prishja e kontratës për lidhjen energjetike me Shqipërinë ishte pa justifikuar dhe se Energo Invest ka të drejtë të kërkojë dëmshpërblim prej 6 milion eurosh. Nga MEPSO thonë se para ankesës kanë bërë konsultime dhe janë bindur se gjykata e arbitrazhit në Paris do të vendosë në favor të tyre. Ne jemi të bindur fort se ky proces do të përfundojë në interes të MEPSO-s dhe shtetit. Kemi kërkuar mendim nga 2 zyra avokatie të njohura, të cilët janë shprehur se vendimi i bordit për mosmarrveshje është i njashëm, jo profesional dhe i pajustifikuar. Në brifingun me gazetarët u cituan dhe deklarata nga ish-drejtorët e MEPSO-s, të cilët ishin pjesë e emisionit të parë të Biznes 21, ku raportua se 50 milion euro të shpenzuara për lidhjet energjetike me Shqipërinë. Ulumtimi nëntori 2024 nga tereni zbuloi se është bllokuar një pjesë e projektit linja Manastir 2 Elbasan, e cila duhej të ndërtohej nga kompania Energo Invest nga Sarajeva, pas së cilës u pasua prishja e kontratës dhe zgjedhja e një kontraktori të ri. Kontrata me Energo Invest nuk parashikon ndryshim çmimi dhe është çelës në dorë, bregtisja e kantierit ose ndërprerja e punimeve, si dhe qëllimi i qartë për të mos vazhduar përmbushjen e obligimeve janë bazë për prishjen e kontratës nga MEPSO. Nga MEPSO pretendojnë se për shkak të mosndërtimit të interkonektorit me Shqipërinë, shteti humbi 6 milion euro në vit dhe deri më tani ka paguar 1 milion euro penale për mosshfrytëzimin e fondeve. Pra humbja totale deri më tani ka arritur në 19.8 milion euro. MEPSO para gjykatës së arbitrazhit do të kërkojë 19 milion euro dëmshpërblim. Lidhja energjetike me Shqipërinë tani do të realizohet nga konsorciumi kroat Dalekovod me kontratë prej 19.3 milion euro dhe afat realizimi 30 muaj. Për Energo Invest janë paguar 4 deri në 5 milion euro dhe vetëm 4% ka realizim, ndërsa nën stacioni pranë Ohrit si pjesë e dytë e lidhjes me Shqipërinë duhet të përfundojë deri në tetor të këtij viti.